Cremonese shkruan historinë pas një finale dramatike ndaj Spezës. Skuadra e Giovanni Stropa rikthehet në Serie A me një fitore epike 3-2 në një ndeshje që do të mbahet më gjatë. Në minutën e 25 De Luca çon përpara skuadrën e Cremonesës me një goditje të saktë. Por në minutën e 62 Colo-Colo dyfishon dhe tifozët fillojnë të ëndërrojnë. Dhe pastaj sërish De Luca me një dopjet në minutën e 79 çon rezultatin e përgjithshëm 0-3 duke ndeshje mbyllur, por jo Spezia në këtë rast ringjallet. Në minutën e 83 Esposito ringjall shpresat 1-3. Në minutën e 85 Vignali shënon sërish 2-3. Stadiumi Pico shpërton emocionet arrin kulmin, por është shumë vonë për një rikthim të Spezias. Cremonese reziston në minutat finale në fund dhe ngjitet në elitën e futbollit italian. Një arritje e madhe, një mision i përmbushur, një ëndër që bëhet realitet për të gjithë tifozët e Cremonesës, një mbrëmje që hyn në historinë e klubit të Cremonesës. Serie A, Cremonese po vjen. Nëse nuk e di nëse keni parë ndeshjen, nëse ato që e kanë parë, kush e ka parë ndeshjen e sotme, nëse mund ta përshkruanim në koment emocionet e kësaj ndeshje.